Mbar Kosovën u mbajtën në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, për të cilat populli i Kosovës edhe një herë verifikoi përcaktimin e vet për pavarësinë e Kosovës. Gjendemi këtu në mesinë e 8 zgjedhore në Prishtinë, vend votimi numër 1, ku qytetarët e kësaj lagje të Prishtinës në mënyrë masive ju përgjigjen në zgjedhjeve të sotme parlamentare dhe presidenciale. Njëherësh I falenderojmë të gjithë observatorët që ka dashur krishtanë të vinë shikojnë të zgjedhjen që nuk I kanë lënë të hyjnë në Kosovë dhe në mënyrë të veçantë kongresmenët amerikanë që sot janë me shtyp dhe prejandej për zgjedhjet në Kosovë. Ashtu pas shumë falenderoj qytetarët e Kosovës që kanë dalë një masive në zgjedhje dhe ashtu ne falenderojmë shumë të madh të gjithë gazetarëve që jemi sot në